Tuneli Llogaras ka nisur të rrjedhë ujë që në shirat e parë, duke përbërë një rrezik real për jetën e udhëtarëve që kalojnë në atë tunel. Cilësia e dobët e punimeve është vetëm afera e radhës, që përfshin skandalin e madh të tunelit, ndërtimi të cilit i ka shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm rreth 50 milion euro. Përveç dyshimeve për rritje fiktive të faturave që kanë rënduar mbi buxhetin e shtetit dhe favorizimit të një kompanie turke që sipas hetimeve nuk ka kryer asnjë punim real në tunel, në fokus është vënë edhe rimbursimi dhe kreditimi të VSH-s për këtë vepër publike. Hetimi i thelluar i SPAK për aferën 190 milion euro ka zbuluar shkelje serioze që përveç drejtuesve politik rëndojnë edhe mbi drejtorinë e përgjithshme të tatimeve. Sipas të dhënave, tatimet kanë lejuar kompaninë ndërtuese të operojë për rreth 3 vite pa dokumentacion të vlefshëm ligjor, duke i njohur njëkohësisht drejtën e kreditimit të VSH-s për mallrat dhe shërbimet e përdorura në ndërtimin e tunelit. Ligji për tatimin mbi vlerën e shtuar është i qartë. Bizneset e ndërtimit mund të kreditojnë të VSH-n vetëm pasi të kenë marrë lejen e ndërtimit dhe të kenë regjistruar projektin në administratën tatimore. Në rastin e tunelit të Llogaras, leja e ndërtimit është bërë e vlefshme vetëm në maj të vitit 2025, në një kohë kur punimet kishin përfunduar dhe objekti ishte në prag të përurimit. Përgjegjësia ligjore për kontrollin e aktivitetit të kompanisë BNB Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, burimet bëjnë me dije se përgjegjës direkt për këtë shkelje janë ish drejtori i përgjithshëm Cenoklosi dhe pasuesja e tij nga korriku 2024, Elidiana Çelaj. Dyshja Klosi Çelaj jo vetëm kanë lejuar ndërtimin e tunelit pa leje, por as kanë marrë mundimin të verifikojnë se në fakt këtë tunel nuk e ka ndërtuar firma ndërtuese e tenderit, por kompani të tjera shqiptare. Qëndrimi dyshes Klosi Çelaj flet për standarde të dyfishta në veprimtarinë e administratës tatimore. Nga njëra anë, tatimet kanë vendosur gjoba ndaj biznesave private edhe jashtë afateve ligjore, ndërsa nga ana tjetër nuk kanë ushtruar kontrolle për kompanitë që operojnë në vepra publike të financuara me para publike. Shembull për këtë është rasti i Prestige Resort, ku një gjop për 4 milion euro është firmosur 3 vite pas shembjes së objektit përtej çdo afati ligjor me shkelje procedurale dhe pa pezulluar procesin pavarësisht çështjeve në gjykat. Abuzimi me fondet publike dhe besimin e qytetarëve mbetet një çështje që kërkon transparencë të plotë, hetim të thelluar dhe përgjegjësi penale për çdo shkeljes të ligjit.